Si Suarekës i rikonfirmuar mbrëm, zoti Muharremaj, urime edhe të falenderoj shumë që jetë direkt me neve këtu në transmetim të politika. Faleminderit edhe për juve, ne bisedu për duket Një natë më herët, po. Po, një natë më herët. Një herë më shkoj menja, një avon rezultatin, po thash, mos i tutit tjerë shtu që po presim të ndillën në organizatë. Pse po thu kështu edhe me rezultate ke qellu tamam? Po i valloj nështë për 1% plus minus, mirë po rezultatin e kanë tregu qytetarët. Në moment që dalis të rendë dhe shojsh optimizmin e tyre dhe shojsh tyrat e tyre, vishë përfundim që është ndodhë një risifin në Suarekës. Mi po si përkthehet kjo fitore është rezultat i komunikimit tuaj direkt që keni me qytetarët dhe i penetrimit që keni jashtë partisë politike, apo janë koalicionet të heshturat të cilat janë ndërtuar, apo cila është formula që ju e keni aplikuar në këtë situatë? Në rend parë është puna, edhe vetëm puna. Në dy është afërsia me qytetarët, me gjitha kategori, pa dëllim, të fillu prej fëmijëve, qerë dhe fëmijëve, edhe njerëz më të moshuar që janë. Po folën në mënyrë më të sinqertë. Sukseset të teren, performanca komunës 4 vitet e fundit, veni 2 i 3 vazhdimisht, kuptohet edhe një ekipe mirë, pasi që kryetari vetë nuk